ku do shkoj kjo motra ime edhe nuk më mori mua, ja më thoni mua tani, është normale të shkosh xhiro shëtitje pa motrën? Ku e ka parë kjo këtë gjë? Nuk e kuptoj unë. Nejse, mori shoqen e ngushtë që thoni, Katerinën, po, edhe u vesh u stolis, u rregullua siç mund të shikoni. Mori makinën edhe iku që të shkojë tek autobusi. Do shkojnë ekskursion, do shkojnë shëtitje tani, me këto guidat si thonë nuk e di, që organizojnë udhëtimet. Kjo është pjesa e parë, do t'u tregojte pjesa e dytë se ku do shkojnë, mbase do ta gjeni deri atëherë, mbase e keni parë edhe nga story që kisha postuar. Po shikoni këto dritat mirë. Ngjyrat që ka qielli, o zot sa të bukura që janë në mëngjes, që sa ka dal dielli edhe që s'ka dal mirë edhe duket qielli aman o zot. Siç mund të shikoni u nisën me 2 autobusë, Eva la makinën aty te stacioni, autobusit edhe pastaj Katerina na prishe pamjen tani. Edhe pastaj u nisën me autobus, do kalojnë edhe kufirin. Tani u dashin që ka ashtu një ndihmë të vogël se ku mund të venë. Postoni, shkruajnë në komente juve edhe te video tjetër do t'u tregoj.